Interesi për paketën e maleve vijon të jetë i lartë në qarkun e Shkodrës. Në total, 670 aplikues kanë shprehur interes për të u përfshirë në këtë program, i cili synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Sipas të dhënave, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Theth Ndërlysaj me 274 aplikime dhe Ragam Sheldi me 51 aplikime. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrit. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketën e maleve, afërsisht 150 aplikime. Sipas të dhënave, interesi më i madh për paketën e maleve në Bashkinë Vau i Dejës përqendrohet në zonat përgjatë luginës së lumit Drin, të cilat konsiderohen me potencial të lartë zhvillimi. Në hapjen e aplikimeve për paketën e maleve janë shfaqur rreth 200 shprehje interesit, kryesisht në zonën e luginës së Drinit, por edhe në zonat e tjera lidhur me zhvillimin bujqësor dhe agrofrutari. Bëjmë edhe një thirrje të fundit për gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të vijojnë lidhur me aplikimet përfundimtare të cilat do shërtohen nga ana jonë. Qytetarët dhe investitorët mund të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja e këtij programi, i cili adreson zhvillimin industrial dhe turistik.